Gjykata e shkallës së parë Vlorë pezullon proceset gjyqësore nga data 7 deri në 10 tetor. Vendimi ka ardhur pas ngjarjes së një dite më parë në Tiranë, ndërkohë që mësohet se përjashtim do të bëjnë vetëm masat e sigurisë. Në një deklaratë për mediat, kreu i dhomës së avokatisë Vlorë, Durim Bajrami, ka theksuar se ngjarja në Tiranë, veç faktit që ka trondituar opinionin, ka treguar edhe dështimin në sistemin e drejtësisë. Në Vlorë tregoi qartë edhe dështimin e hartës së re gjyqësore në vend, të kundërshtuar me forcë nga avokatët. Shteti e ka lënë në këtë situatë sistemin e drejtësisë të pasigurt dhe në këtë situatë ku ndodhemi sot. Bajramaj ka theksuar njëkohësisht edhe vendimin për pezullimin e seancave gjyqësore me përjashtim të masave të sigurisë. Është një ngjarje e rëndë që ka tronditur të gjithë opinionin kombëtar, gjithë sistemin e drejtësisë. Dhoma vendore e avokatisë Vlorë ndihet e tronditur nga kjo ngjarje makabre. Vritet gjyqtari brenda në sallë të gjyqit dhe ky është një dështim i sistemit, nuk mund të quhet një krim individual, por është një dështim i sistemit. Trumbetimi me të madhe i reformës në drejtësi tregoi ato defektet e saj që ne i kemi thënë dhe stërthën me kohë. Trumbetimi me forcë i suksesit në thonjza të hartës gjyqësore, la trupa gjyqësore në vetmi, la trupa gjyqësore të ngarkuar dhe jemi në këtë deregje që jemi sot. Shteti nuk mund të fshihet pas deklaratave formale, por duhet të mbajë përgjegjësi që e ka lënë në këtë deregje sistemi gjyqësor, pa garanci, pa siguri dhe gjithmonë duke e presuar me deklarata politike nga të dy krahët, si nga opozita dhe nga kryeministri, i cili del dhe anatemon për ditë gjyqtar, duke i quajtur si kriminal, duke i quajtur si ajdut dhe duke humbur besimin e opinionit publik tek drejtësia. Keni marrë vendim sot për pezullimin e çështjeve gjyqësore, përveç se seancave të sigurisë, dhe në çfarë date do të vijojë dhe pse vjen ky vendim? Është marrë një vendim, për të qenë të sinqert, nuk është marrë nga dhoma e avokatisë, është marrë nga trupa gjyqësore e gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Nuk do të ketë seanca gjyqësore, civile dhe penale, do të ketë për gjithë këtë javë, do të ketë vetëm masat e sigurisë dhe kërkesa për lëshim të urdhit të menjëhershëm të mbrojtjes. Kreu i dhomës së avokatisë Vlorë është ndalur edhe tek siguria në gjykata, një problematik që qëndron, por kjo tregon edhe rënien e sistemit në vend. Është një shqetësim i drejtë i ngritur nga ju, megjithëse për mua nuk çalon punat e detektorët, për mua ka rënë sistemi. Nuk është se vrasja ndodhi për shkak të edhe për detektorin ndodhi, sepse nuk ishte në kushtet optimale siguria në atë gjykat, por ne si shtet, ne si qytetar shqiptar, në fund të fundit duhet të heqim nga mendja fjalën vrasje. Pra, tek ne nuk duhet të ekzistojë fjala vrasje. Sido që të jetë puna, ke të drejtë apo nuk ke të drejtë, ne nuk duhet ta shkojmë në mendje fjalën vrasje. Dhe ky është defekti i sistemit. Detektorët në gjykatën e Vlorës punojnë faktikisht, sepse të dy detektorët kur kalojmë japin sinjalin, pastaj kushtet e sigurisë për të qenë sinqert nuk janë ato që duhet të jenë për të realizuar dhe për të pasur një siguri optimale në gjykatë. Referuar çështjeve të pronësisë, Bajramaj konfirmon se edhe në Vlorë ka ende me 10 çështje të cilat ende nuk po gjejnë zgjidhje, duke sjellë edhe situata të tilla. Vrasja nuk duhet të ekzistojë si koncept, por çështjet e pronësisë me ligjet e përcaktuara nga shteti kanë çuar në këtë situatë. Shoj faktit që ka rënë sistemi, sepse sistemi politik prodhon ligje që favorizojnë të dyja palët në gjykatë. Kemi nga shteti shqiptar në periudha të ndryshme të kohës kanë dalë ligje që favorizojnë dy persona. Vinë në gjykat dy persona dhe të dy kanë të drejtë. Njëri e ka marrë tokën me ligjin 1751 dhe njëri e ka fituar po atë tokë me ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Dhe është gjyqtari tani që duhet të vihet në vështirësi se kujt do t'i japi të drejtën.
Pra, ky sistem i kalbur shqiptar, kjo politikë e qelbur shqiptare, ndër vite ka prodhuar ligje që jemi në këtë deregje sot dhe e ka futur gjithë popullin shqiptar në ngërç, që sot shqiptarët e shikojnë zgjidhjen te gryka e armës, që është katastrofë. Sigurisht që ka volum çështjes në Vlorë. Vlora është një nga gjykatat kryesore që trajton me dhjetra, me qindra kërkesa dhe kërkesë pa di me objekt për pronat. Kuptohet që do kohën e saj, reformat që janë bërë, reforma në drejtësi dhe reformat në hartën gjyqësore e kanë shtuar kohën që duhet për të zgjidhur një proces. Ne kemi çështje që janë të vitit 2010 akoma në proces. Llogarisin sot jemi në vitin 2025, kanë nga 15 nga 16 vite shqiptarët që për çështjet e pronave sorollaten nga një gjykatë në gjykatën tjetër. Fillon në gjykatën e shkallës parë, shkon në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë, gjykata e lartë e prish, e rikthen për gjykim në gjykatën e shkallës parë. Prandaj më shoj fort fakti që krimi i djeshëm ishte një krim makabër, nuk ishte një krim personal, por ishte një përgjegjësi e institucioneve shtetërore, është një përgjegjësi direkt e shtetit shqiptar. Gjykata e Vlorës pezullon kështu proceset gjyqësore nga data 7 deri në 10 tetor, por sipas kreut të dhomës së avokatisë Vlorë, ngjarja në Tiranë tregoi qartë rënien e sistemit të drejtësisë dhe të hartës gjyqësore, të trumbetuar me aq fortë si zhvillim për gjykatat dhe drejtësinë në vend.